Gjysmëvjetore i dytë i këtij viti shkollor në komunën e Prizrenit ka filluar mbar. Sipas së drejtoreshës së arsimit Lulieta Veselaj Kutaj, në të gjitha shkollat e komunës ka filluar gjysmëvjetori i dytë pa asnjë problem. Ka filluar mbar dhe nuk ka pasur mungesa as nga nxënësit e asnjë mësimdhënës. Sipas kalendarit shkollor të parapamur të shtymë për 2 ditë nga Ministria e Arsimit, sot gjitha shkollat në komunën e Prizrenit kanë filluar mësimin mirë edhe mbar. Të gjitha njoftimet të cilat i kemi pranuar nga shkollat, mësimi ka filluar në kohë reale siç është i parapham sipas orarit mësimor dhe deri më tani nuk ka pas asnjë problem, asnjë pengesë nga asnjë shkollë në komunën e Prizrenit. Fillimisht uroj shëndet për të gjithë nxënësit, komunitetin arsimor, stafin tjetër përfjallës nga shkolla, edhe uroj suksese sa më të larta, duke shkuar drejt vlerat dhe modele më të mira të edukimit në shërbim të brezat të ri në komunën e Prizrenit. Derisa ne kemi vizituar shkollën fillore të mesme të Ulët Matilo Koreci, ku me këtë rast drejtori kësaj shkolle, Hilmi Rexha, na tregoi se që nga mbrëm janë kryer përgatitjet dhe janë ndezur kaldajat që klasat të ishin më të ngrohta. Ai tha se uroi që ky gjysmëvjetor të jetë sa më i mbar. Si shkolla të Koreci në Prizren, nëse kemi bërë masat paraprakisht për përgatitjen e këtij viti gjysmëvjetorit që të jetë më i suksesshëm, së bashku me punëtorët të ne kemi bërë një analizë 2 ditë përpara se fillimit të vitit shkollor. Çdo sa ka qenë në rregull, i kemi ndezur të kalldaja që të janë sot më të ngrohta shkollë, klasat, po ashtu numri me mësimdhënësve dhe nxënësve nuk ka munguar dot se kanë funksionuar në rregull. Dhe ka filluar ky gjysmëvjetor në mënyrë më të mirë të mundshme. Deri më tash nuk është paraqitur asnjë mungesë as nga ana e mësimdhënësve që kanë bërë kushtuar kujdesërisë, po as nga ana e kujdesave të ditës. Në shkollën tonë, në paralele nga 4 paralele, pikë klasës parë deri në klasën e 9. Duke përfshirë edhe komitetin turk dhe bosnjak që bëjnë 5 dhe 6. Zakonisht më është 1-2 për klasë, por shumica më të mundse fëmijët ka qenë veshmëria ka qenë në rregull siç do të jetë. Nxënësit dëshirojnë që më shumë të jenë përkushtuar në lexim, tash do çdo ditë kohën e lirë, ndërsa prindërit dëshirojnë më shumë mbështetje edhe për shkollën, edhe për fëmijët, që së bashku në mënyrë të ndërsjellë të arrijmë suksese të reja së bashku si institucion edukativ arsimor. Derisa mësuesja Elizabeta Berisha Poniko filluar mbar dhe klasa e saj ka pasur edhe një festë të veçantë, sepse u ka rikthyer nxënësve me një shok të hershëm. Nuk ka pasur asnjë mungesë nga nxënësit tha ajo. Në shkollën tonë, Matilo Koreci, mësimi ka filluar normalisht, të gjithë sa i përket ambientit të gjithçka ka qenë në rregull, po ashtu edhe në klasën time të gjithë nxënësit janë prezent në procesin mësimor. Kemi shumë i ngrohtë nga ana e fëmijëve se vërtet ju ka munguar edhe shkolla dhe mësuesja. Po ashtu ishte një risi në klasën tonë, sepse sot në klasën tonë është rikthyer një nxënës dhe për nxënësit e klasës ishte një surprizë shumë e këndshme. Po kështu edhe në shkollat e tjera bëhet me dije se ka pasur fillim të mbar dhe pa asnjë problem.